Përshëndetje, unë jam doktoresh Albana Daka, specialiste në mjekësinë laboratorike, gjenetikë dhe nutricion. Ne në Fit Health, kohët e fundit kemi përgatitur një paketë shumë të integruar, po shumë e rëndësishme për diagnostikimin e problematikave në aksin shumë të rëndësishëm truzor. Kjo paket i dedikohet kryesisht problematikave të neurozhvillimit apo të hiperaktivitetit dhe skanon në mënyrë të detajuar problematika të neurozhvillimit, problematika të metabolizmit dhe të funksionit intestinal. Prandaj kjo paket është një paket komplekse që nis me një panel të detajuar të monitorimit në gjak të funksionit të tiroides, mineraleve, grupit të vitaminave B, pranis ose jo të anemis dhe vazhdon me atë që quhet mikrobioma intestinale, një analizë shumë e rëndësishme dhe shumë e re në tregun mjekësor kohët e fundit, e cila mat balancën apo disbalancën midis mikrobeve të mira dhe atyre patogjene në zor, dhe kur kemi një disbalancë, padyshim quhet disbioz, por ajo vazhdon me matjen dhe monitorimin në nivel gjenetik të parazitozave, të pranisë së mykrave dhe vijon me kapacitetin detoksikues të zorës, me kapacitetin imunitar të zorës, me kapacitetin prodhues të serotoninës dhe dopaminës, të cilat janë neurotransmetues shumë të rëndësishëm, vazhdon me atë që quhet radiografi e sistemit mitokondrial dhe pikërisht është monitorimi i acideve organike në urinë, e cila përveç se mat funksionin mitokondrial, tregon edhe metabolizmin e acidit folik, grupit të vitaminave B, gjithashtu përmend një raport të detajuar midis parazitozave dhe mykrave dhe vazhdon me një analizë shumë të rëndësishme që është mineralograma, e cila skanon në mënyrë të detajuar nga indet, dhe ne kryesisht e masim nga flokët dhe nga thonjt, pasi janë indet shumë të lehta për të shkëputur nga organizmi, dhe sasitë e mineraleve esenciale, të cilat ne marrim nga regjimi jon ushqimor, por dhe metaleve të rënda, të cilat ne i marrim nga ekspozimi ambiental, nga uji, nga regjimi ushqimor jo i kontrolluar, dhe pikërisht niveli i lartë nëse ekzistoni këtyre metaleve të rënda, rrit inflamacionin në ato që ne i quajmë organe sfungjerore. Por në këto problematika, fokusin kryesisht e kemi në qelizat apo në shëndetin e sistemit nervor, prandaj niveli i lartë i metaleve të rënda do na tregojë një rritje të inflamacionit. Pikërisht pas këtij skanimi të detajuar dhe kompleks të këtyre ekzaminimeve, të cilat përfundojnë me matjen apo me prezencën e mutacioneve në nivelin e gjenit MTHFR, përgjegjës për aktivizimin e acidit folik dhe vitaminave B, ne fillojmë integrimin apo suplementimin e integruar me koenzima Q, me omega 3, me antioksidan në nivelin e glutationeve, me një terapi kelante me minerale esenciale për të rritur dhe për të çuar në nivel optimal mineralet, të cilat janë shumë të rëndësishëm në gjithë kaskadën metabolike, por me futjen e mineraleve ne rrisim kapacitetin detoksikues apo pastrues të organizmit nga metalet e rënda dhe vazhdon me një regjim ushqimor të personalizuar anti-inflamator, i cili ndiqet nga suplementimi 8 deri në 12 javor me prebiotik, probiotik dhe acide yndyrore, dhe mund t'i bashkangjitet të gjithë trajtimi dhe trajtimi me oksigjen hiperbarik, i cili ka si fokus uljen e inflamacionit kudo që atë e gjen, por në këtë rast ne fokusohemi kryesisht në uljen e inflamacionit në nivel të sistemit nervor. Pikërisht, kjo paketë e integruar në Fit Health është një paketë shumë komplekse dhe shumë e rëndësishme, pikërisht për të mirëmbajtur atë që unë thash, sistemin truzor.